Gjyshi më thua një fjalë, s'po të shoh më si më parë. Gjyshi ku je ti tani, s'po të shoh më në shtëpi. Gjysh për alla më tregoj, unë qaja ti më pushoj, me ato tuan levatoje, dhe ka gjyshi qanë më thoje. Mjalti, mjalti për ta jemi, da e ti dua më sa i kemi, prëri tyre. Gjyshi im i dashur, sot është dita jote, mbaj ti telefonit dhe dua të të uroj me gjithë shpirt gëzuar ditëlindjen. Faleminderit për kujdesin, dashurinë dhe mbështetjen që më ke dhënë në çdo hap, veçanërisht kur isha në shkollë dhe ti ishe gjithmonë pranë meje me fjalët e tua të ngrohta. E di që këtë verë kalove ditë të vështira, edhe pse unë nuk isha aty, zemra ime ka qenë gjithmonë me ty. Sot gëzuam që je mirë dhe që mund të festojmë bashkë. Të uroj shumë shëndet, qetësi dhe vitet e gjata me dashuri dhe lumturi. Të dua pafund gjyshimi i shtrenjtë, edhe 100 vjeç të bahesh. Kesh jetë gjatë dhe shëndet.